Ju përshëndes. Princi Leka në protest. Dhe unë doja që ta diskutojmë së bashku, sepse në një kohë kur gjithë bota po shfuqizon mbretërit, ne kemi princin Leka që jo vetëm është aktual, pra në të gjitha lëvizjet që bëhen në Shqipëri, por në këtë rast edhe gjatë protestave. Nuk dua të nënvizoj asgjë, por doja që ta diskutojmë së bashku, sepse çdo lëvizje që bëhet, në këtë rast edhe një princi, bën një hon të madhe. Kështu që dhe nëse keni parë në lajme, flitet pikërisht pra për princin së bashku me bashkëshorten e tij që ndërkohë është edhe shtatzane që ka marrë pjesë pra gjatë protestave. Si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Le ta marrim që atëherë kur filloi pra që të ishte mbretëri në Shqipëri. Leka Zogu, për ata që nuk e din, të paktën nga ato çka kemi studiuar dhe ato çka na janë thënë, ku shumë prej këtyre informacioneve padyshim janë të dyfishta ose të dyshimta. Dhe unë doja që ta diskutonim së bashku, sepse mes nesh ka dhe ekspert. Ndoshta edhe vetë princi i dëgjon këto ligjërata tona dhe ndoshta jo vetëm ai, por edhe të tjerë që janë të informuar mund të na informojnë më shumë. Tregohet që Leka Zogu nuk kishte një mbret, pra ai nuk kishte mundësi që të ishte një mbret dhe nuk mund t'ja jepte kush me një fjalë titullin mbret. Dhe ai shkoi jashtë vendit për të marrë titullin si mbret. Pra u vet reklamua ose u vet dëshmua si mbret. Dhe që këtu duhet kuptuar mirë, sepse nuk kishte si mund t'juhet, një familje gjaku të një mbreti. Pra nuk ishte një mbretëri që mbretëronte prej vitesh dhe me kalimin e kohës edhe ky u bë mbret pra nga familja e tij. Kishte forca të mëdha, qoftë financiare por edhe politike, njëkohësisht edhe familja e tij ishte e niveleve të larta, por nuk ishte me titull mbret. Dhe ai titullin e mori pra jashtë vendit për të për të bërë mbret pra i Shqipërisë. Pra këtë çfarë thuhet, kjo po ju them se çfarë thuhet në përgjithësi. Dhe në vitin 1939 kur Italia erdhi, sepse ç'është e vërtetë, do t'i themi dhe të vërtetat, ç'është e vërtetë, unë mbaj mend çfarë më thoshte Imat. Imat thoshte që në Vlorë thoshte ishte vetëm një xhandar, një i vetëm, dhe nuk piptinte as një miz, sepse kishte ligje të forta. Pra ligjet që kishte vënë, thoshte ai Zogu, ishin vërtet me një fjalë mbaheshin ligjet dhe ishin të gjithë i mbanin ato rregulla. Pra kishte rregull në kohën e Zogut fliste babai im. Me një fjalë kishte rregulla të forta dhe që të gjithë i zbatonin. Dhe siç u thash më përpara, nuk ishte si sot që kishte me mira polica. Jo, kishte shumë pak, por ata që ishin të rregullt dhe ishin të pastër. Sepse ai kishte kaq ligje të forta sa mund t'i pushkatonte, madje kishte edhe me pushkatim në atë kohë. Nëse vrisje të vrisnin. Pra kishte disa ligje të forta që ai kishte bërë një shtet të vërtet. Dhe këtë dua të them që ndërkohë që gjithë bota kishte probleme, në Shqipëri kishte rregulla. Pra po flasim në kohën e Zogut, por në vitin 1939 tregohet që ai iku së bashku me thesarin, pra me parat e popullit, pra me arin e Shqipërisë. Disa thuhen që këto janë vetëm trillime të komunizmit. Në fakt, kam lexuar të gjitha të ligjëratën që ka bërë stërnipi i tij, pra Leka, princi Leka, sepse doja që të ishe i sigurt edhe nga kjo anë, që të shikojmë dhe dëgjojmë nga të gjitha anët dhe të studiojmë se çfarë ka ndodhur, sepse si thash bijemi secilin prej nesh, dhe ai sipas gjasave e tregon me përpikmëri sa kile u morën, kujt ju dhan, kush i mori një pjesë tjetër. Nuk dua tani që të citoj të gjitha këto sepse përveç se nuk i mbaj mend, por në fundit ai thotë që mora aq sa më takoni sa kishte familja. Pra këtë thot Leka, pra morën këta. Dhe një pjesë e madhe thot u vodh nga vendasit, nga komunistët etj. Tani do t'ju them anën tjetër të komunistëve. Kur kjo është e vërtet, sepse është një histori familjare që padyshim edhe ju duhet ta dini, në kohën kur hyri komunizmi, shkonte shtëpi më shtëpi për të vjedhur, për të plaçkitur ose vjedhur ato çka mund t'i gjenin. Jo komunistët, por më shumë ishin ballistët ose disa që ishin të dërguar pra pikërisht nga komunistët. Megjithatë, ishte një moment tepër i vështirë sepse askush nuk u bë një rrëmujë e madhe në kohën që u futën komunistët dhe ishte një periudhë, siç ju thash, që ishte vështirë.
Babai im ishte, me fjalë, gjyshi im, siç e kam thënë edhe për herë, kishte një dyqan. Dhe ai me atë dyqan i kishte bërë një pasuri, le të themi. Ndonse shumë prej vendasve i kishin shumë për të dhënë dhe ai kishte ditar të shkruar për ato çka duhet t'i jepni të gjithë. Bile disa shokët e mi thonë që nëse do t'i kthenin edhe sot ato para që me fjalë borxhet që kishin njerëzit, sepse i shkruat ai në ditar, ti s'ke nevojë që të punoje, më thot edhe sot një shoku im. Tani, pse po ju them këtë? Sepse ai në atë kohë kishte 40, më duket, mos gaboj, po edhe më shumë, por të paktën ato që kishte kursyer ishin 40 Napoleona Floriri. Por ju që e dini shumë mirë 40 Napoleona Floriri, edhe sot ti kesh, je milionar. Sepse një milioner, me fjalë me 40 Napoleona Floriri, se ishin të mëdha, si thoshte babai, ai kishte kursyer dhe i kishte vënë në pranë një pemë të vogël në Baçe. Dhe e kishte vënë aty dhe her pas here vendoste nga një apo nga dy. Merreni në mend që me 4 Napoleona Floriri mund të merrej një karro me qes si sot, për shembull që mund të marrësh një, si ta them unë, një kamion të madh, jo makinë, por kamion, sepse ishte karrua me qe, me dy gjedh, me fjalë ishte tepër e rëndësishme në atë kohë sepse lëroi arat. Megjithatë, ai babai im pra e kishte vënë re se ku i kishin fshehur. Dhe kur erdhën këta, pra që u ndrrua, pra që erdhën komunistët, shkuan tek shtëpia e babait tim dhe filluan që qelluan nënën e tij. Qelluan që t'i thoshin ku i ke Floririn, ku i ke parat. Dhe nëna nuk tregoi. Gjyshi nuk ishte aty, pra siç tregon babai, dhe ai nuk e shikonte dot, ishte i vogël babai, nuk e shikonte dot që të rrinin nënën. Dhe u tregoi se ku ishin. Dhe ata shkuan dhe ja morën. Pra i vodhën Floririn. Dhe po e them që në të gjithë Shqipërinë kanë bërë të njëjtën gjë, të paktën kështu thuhet. Unë di këtë historinë familjare dhe po ju them juve. Pra komunistët rrëmbyen Floririn e vetë ata që e njihnin, rrëmbyen Floririn e gjyshit tim. Megjithatë, kur erdhi u kthye gjyshi donte që të merrte hak etj, pastaj nëna i tha lere me kaq sepse do na zhdukin të gjithë. Më mirë e lëm këtë, fillojmë nga zeroja. Dhe mendua se do fillojnë nga zeroja, por erdhi komunizmi dhe nuk bën dot më asgjë sepse çdo gjë ishte e shtetit, pra i kaloi gjitha shtetit. Po ai ishte e vërtet kjo sepse ajo çka tregohet më vonë, tregohet që komunistët ishin ata që e futën në dhe pra popullin dhe njëkohësisht përveç se e ropën, i vodhën çfarë kishin për të vjedhur, por e futën në dhe popullin. Dhe sipas të dhënave, pra pikërisht Lekës, pra të princit Lek, nuk është e vërtet që Zogu, pra stërgjyshi i tij, i dha parat ato Floririn italianëve. Mund t'u ketë dënë, tani të hidhemi dhe nga ana tjetër që t'u japin drejt komunistëve, mund t'i ketë dënë një pjesës, sepse do t'ju them se çfarë ndodh në këto raste. Për shembull, Italia ishte një nga ushtrit më të forta, ishte një nga vendet më të forta, ishte miliona njerëz në atë kohë. Shqipëria ishte një vend i vogël dhe Zogu e dinte shumë mirë që nëse do të pushtonte Italia, nuk do të mbetej këmbë shqiptari. Pra do t'i kishte shfarosur të gjithë. Ndoshta, them unë, ndoshta ishte ky mendimi që ai bëri dhe thotë. Në një rast të tillë, një i zgjuar thotë, "Okej, nëse ti ke vendosur që të pushtosh vendin, lërini kështu siç jam, me fjalë, lëri që të jetojnë dhe do t'jap kaq para. Dhe pastaj unë tiki." Pra mund të ketë bërë një marrëveshje të tillë, pyes juve, ju si mendoni? Mund ta ketë bërë një marrëveshje të tillë, pra që t'i ketë dhënë Floririn, një pjesë të Floririt italianëve, që të linte popullin rehat dhe vetë ai të ikte me familjen. Pra kjo tregohet që mund të ketë qenë e vërteta. Megjithatë, ka shumë aludime, të gjithë flasin, po askush nuk e di të vërtetën, e vërtet, sepse askush nuk e di të vërtetën. Por në këtë rast, për shembull, për sa i përket mbështetjes së protestave të Lekës, pra të princit, unë mendoj që unë doja të pyesja juve, ju çfarë mendimi keni për pjesëmarrjen e tij në protestë, pra gjatë protestës?
se cili ka të drejtën e vetë. Në një protestë të tillë, gjithë populli ka të drejtë. Me një fjalë, kanë të drejtë për shumë gjëra. Në këtë rast, bire ka dhe disa gjëra që nuk thuhen publikisht, që nuk i thot populli, por e ndjen populli që ka diçka, pra në këto investime, apo nuk do më populli, ndoshta një politik, apo një politikan, apo këta di unë. Megjithatë, po flasim për lekën dhe pra për princin lek. Ju çfarë mendimi keni? Pra është mirë që ai të marrë pjesë në protestë, është mirë që ai të shfaqet publikisht për të gjitha këto lëvizjet që bëhen në Shqipëri, sepse është pjesë edhe ai. Ju si mendoni? Po mos ishte për shembull ai një princ, ishte njëri thjesht, a do fliste kush për të? Pres komentet tuaja ditë mbarë.